Kush zgjohet herët në mëngjes, ka fatin të blej produktet më cilësore e të freskëta nga fermerët vendor. Të gjitha këto fruta e perime i kanë kultivuar vetë në tokat e tyre, e tani ato kanë zënë vend në tezgat e tregut mobil në Prishtinë. Për fermerët, dita nis herët. Njësoj edhe për Osman Kryeziun nga fshati Sllovi e Lipjanit, i cili për 3 ditë me radhë sjell prodhimet e tij të freskëta për t'i shitur në sheshët e kryeqytetit. Unë jam Osman Kryeziu, vi nga fshati Sllovi, jam bujk, mirëna me prodhime të bujqësore. Këtu është viti 10 që pishesim prodhimin. Ne ka mundësu komuna, është shumë e mirë, edhe e falenderojmë se në kratë që ti na tregit, unë e kom investu edhe në sera, kështu, e kanë arritë si përfaqen. Puna shka mirë, e kem 3 herë njavë të shesim prodhimin, po shpresojmë që komu kanë viti mbarë, edhe kalojna mirë këtë. Po na i sjellim të prodhimet i mjellëm të gjitha ka pak, dhe më thonë i kem për shumë senet që mjellëm, tash e kem për momentin, e kem trangun, e kem kungulleshin, e kem këtë kungullin e pitës, i kem këtë qep të reja, ka pak kem lakën, i kem tash që jem të i pritë edhe tjerat, i kem domatën, e kem, dhe më thonë, është gati, është për më pjek, i kem tani kem broklin, i kem patatën, i kem shumë senet tjera që i mjellëm. A i thot se produkte që i shet nuk mund të zëvendësohen me ato që shiten në tregjet e mëdha. Vjela atyre bëhet çdo ditë, gjë që i bën edhe më të freskëta dhe më cilësore. Unë edhe ka njerë këtë qytetarët kur bëjmë, për thëmë që me hi krejt Prishtinës, nuk mund mi gjetë që të sene së kur na që i vina këtë, se na po qohëm ora 5 mëngjes, edhe i nxerrëm këtë pi bashkës, edhe i vina këtë. Besë ka njerë kur po vim për trangu, po i thoj nuk po mujna mi marë të se te për shumë thejra, qa që jenë të fresta. Edhe janë shumë të knaqëm. Besoj na që ku mu shku puna mirë, se na pragaditëm pi mujt dhjetur, dhe më thonë që ja nisëm kështu me fara, e bojmë pragaditjen. Edhe na punoj me familje, po besoj që ku me shku puna marë. Na shkojna pak ma lirë i kem këtu të çmime, se ka njerë qytetarë kur për i blejnë, po thojnë, këtu pse ma lirë, po për thëmë ti i blejt drejt për fermerit. Edhe për shembull këtë qepë, unë i kom pa dhe vetë në për jëmë kanë në për da markete, se specik jëmë kështë me emra, jëmë kanë atë, jëmë kanë këtë tuba që i shesëm, më kanë 40 cent, 35 cent, ne e këna shqit 20 cent, edhe ashtu e shesëm. Edhe këtë trangu i të i kina po besoj që shumë a lirë. Sigur ato që vinë të importit ato jenë tjera, se ne këtu jenë tjera, na mujna mi shqit pak ma lirë, se i kemë dë venit tonë. Po prodhimet e tona mi blej, jenë, dhe me thonë, po du me thonë, për një 80% jam shumë i sigur që janë matë mira. Edhe kur i blejnë të na ndihmon neve dhe i ndihmon shtetit tonë. Valbona Sopa rrëfen se me lindjen e diellit arrin në treg dhe vendoset pranë tezgës së saj për të mirëpritur konsumatorët me produktet bujqësore më të mira vendore. Unë e punoj në treg mobil që 10 vite me prodhime vendore të freskëta. Kështu që nëse për këtë vit, do më thonë për 2025 kemi filluar që 3 ditë, do më thonë, për këtë vit. Kështu që jem të knaqë me këtë treg, unë do më orë pej Sllovis për me pru me shqit produktet e mija, i falenderoj komunën e Prishtinës, drejtorinë e bujqësisë, do më thonë, edhe komunën tëmë të Lipjanit, që na kanë dhënë mundësin me shqit prodhime vendore të amon të freskëta që më thonë. Për mu, nis dita këtu, nëse na bim kanë gjysë shtatë, dhe që shtatë, do më thonë. Tash ta kam për shembull pej 7 dhe këtu me qitë tezgat, e atëherë na ja nisëm me fillu, ja fillojmë do më thonë me drejtu, edhe me... Nëse të drejtu, të shku njerëzit në punë, edhe marrin në shtëria. Sot për momentin, kom pru të freskëta veç tranguj, edhe këto salatat i kam shishat e salatat, edhe fidane. Ki erza, ki tëna që të ka pak. Ajo thot se ndonë se tregu si vjetë filloj me vonesë, pati shumë konsumator që u guzuan për rikthimin e tyre, sepse u kishin munguar shija e prodhimeve vendore. Nëse prodhimet, unë na ka mungu tregu shumë, po edhe pëso bon, ma mirë pak se heq, i falenderojmë këta shkomunës që na kanë prua pet, po unë me kësi masi shes fidone, këtë fidone ka gjas mëtë ja kanë fillu, po kështu i kanë marrë numrat që 10 vjetën e jëmë këtu, këmë bëmë shtritë e me, kanë marrë numrat e telefonit, jëmë detyru me aprunë në Prishtinë, pa fillu tregu, e tash për shamu ka fillu tregu, po nëse hala bashkë mirë si jëmë njëftum që pse kemë njëftu, komuna e ka njëftu edhe nana për Facebook, a ketë, po mira, pet. Jo i presëm që shme thonë, janë të mirë se ardhën,
Tepër jam gëzu, pse ka mungu prodhimi vendor. Se prodhimi e ki ku dush, po nashta si ta mund kjo që për shamu kjo në men gjesu nuk, edhe u pru këto. E ata, që cili po ka qefë sot frest, për din qka ka, se nëse për mu e më njopin edhe krejt që shmë thonë, që a prodhimi këm, jëm pak ma e shtrajt nashta, po jam veç me ljeve që shtoj të one. Po, ja vlin, i kem papagis krejt, falënderit për tyne, nga me pagujnë kush, veç do me thonë transportin. Edhe pse herë kem punë, herë s'kem, po tash që me bo njejtë është, për neve e ke po, tikon, batica, po mirë është, jem e knasht, edhe me mishterit e me jem të knasht me mu, në të tërsen nuk po di që me thonë, edhe shpresoj që këtë regë mobil mos më shedet kur, se na e kem, do me thonë, me dokument, për shamë dhe nën turë tash të kem, nën turë në atë komuna, me më shedet të regun, ne më shedet, nas dorë me prodhime kërkon heq ma. Që se buhet një sa me shumic, e si kur tash dhe vesh në ka qu lejen komuna e Prishtines, kur t'na jap lejen, atëherë jem të mirë se ordhën këto. Remzi Demolli, një tjetër bujk nga Prishtina, premton produkte të mira e me çmime të volitshme për konsumatorët. Si fermer, që 10 vite kom fjallën për treg mobil që punojmë, se i ka që 30 vite që punojmë si fermer. Kështu që me fillimin e punës në këtë treg mobil, neve na kam dhënë një mundësi jashtëzakonisht e madhe, edhe po kemi, kur t'ja fillojmë punës, pedimi se ku dojmë më drejtue për me plasu shembull mallin që prodhimet tona që i prodhojmë. Mështerit marrin produktet tona se janë të sigurt, që janë bio dhe gjithherë edhe na pyetshin ma herët kur u takojshëm se tash mështeri për 9 vite ka bën njëri boll, edhe na pyetshin kur do të dilni në treg, kur do të fillon ai tregu mobil, pak komuna ne ka vonuar tregu mobil, kështu që do prodhime që janë më të hershme, të filluar qepa, sallata, gjelbër, shumë tjera, erza të ndryshme, neve në veç në kanë shkuar që me thonë dom, se s'kemi pas s'kemi qitë në treg. Vetëm që se dikush shtu në kam thirë edhe në ka porosit. Për ndryshe në treg s'kemi pas s'kemi qitë. Pa ka filluar me vanesë. Me 30 vjet përvoj në bujqësi dhe një dekadë në tregun mobil. A i thot se ka arritur stabilitet financiar dhe sipas tij, kjo punë ja vlen. Na ma shumë me shoqen, reja në ndihmon, djali, kur është i lirë, se ajo është të punue, kur është i lirë, po edhe për punëtor, vetëm se në sezonën kur është sezona e turshive, që atëherë ndodhë që marrëm në i punëtor, po shumë pak. Për mu ja ka vlej. Për mu e familjen time ja ka vlej. Unë muj me thonë, në fshat jetoj, edhe punoj, shpinë e kam edhe në Prishtinë, që të shpinë në Prishtinë, une e kom arrit me qitë punë. Po, vetëm ka vite që kom fillu me punu, si thash ma heret, treg mobil që 9 apo 10 vjetë, a ma heret ka 30 vite që punoj këtë punë. Çmimet zakonisht të na janë ma të lira. Ma të lira janë, po edhe vetë po deklaron edhe konsumatorët. Edhe po janë produkte ma të mira, po, kështu që bio. Ma heret pak me vazhduar, se po shkojmë i ndomë. Me shumë produkte po shkojmë i ndomë. Produkte ma të hershme që po janë pranverë ato me filluar, se ka pas Bashkimi Evropian, me 3 apo 4 prill ka filluar që këtë tregë me punu. Tash ka filluar me të martën, sot i ke 17. Me 17 qershor, që është zakonisht shumë vonë. Shumë e vonë. Më 17 qershor i filloi tregu mobil dhe ashtu si çdo vit, fermerët do të ekspozojnë produktet e tyre bujqësore dhe artizanale çdo të martë në sheshin Zahir Pajaziti, të mërkurën në sheshin Bill Clinton dhe të njëjtën në sheshin Adem Jashari në Prishtinë.